Çfarë të keqe sjell kjo për shembull? Ja, pra, unë thash instrumentalizimin, në qoftë se legjislacioni apo kuadri ligjor, ligjvënësi ka përcaktuar që kjo është i përgjegjësia jote bazuar në këto parime që thash, ne duhet qeveria, pra, duhet i besojë. Nuk po performansi duhet policia bashkiake, ç'a shikon ti që nuk të pëlqen? Në cili që argumentit, më mirë sotërën, cili që argument, nga unisën ta? Për mendimin tim nuk ka pas në policia bashkake si gjithë polici, si gjithë institucionet mund të ketë probleme, po zgjidhja që ta marrësh ti komandën dhe kontrollin nuk është ajo që duhet në një shtet demokratik, prandaj kemi institucione të pavarura. Prandaj ne duhet ndërtojmë një shoqëri S'ka më ku t'ja lër? Kryetari i bashkisë është në Burg. Është kryetari e komanduar, ku t'ja lër? Jo, po s'është këtu nuk bëhet fjalë vetëm për bashkinë Tiranë, bëhet fjalë për 61 bashkitë e Shqipërisë. Edhe rasti mund të jetë një kryetar në Burg për një arsye apo për shumë arsye, por problemi është që institucionet janë ndërtuar në mënyrë të tillë, se dhe bashkitë në përrethe komandohen nga qendra? Si institucionet të vazhdueshme, policia, po, jo bashkitë, pa edhe një policia, po theksoj policia edhe policia bashkiake e Kukësit varet nga... Po, do ta ketë komandën nga kanë vujë hierarki nga Ministria e Brendshme, nga Policia e Shtetit, kaq është fare e thjeshtë. E kuptoj. Do më thënë koca ekziston si strukturë, më mirë t'jetë brenda policisë shtetit, po thua. Ka qenë në fakt edhe një debat, ne kemi pas diskutuar para ca kohësh, më mirë, po hiqe fare, o forco këtë tjetër, e di që ke një piramid të qartë. Sepse janë rroga kod, domethënë, për sa kohë bëjnë tjetër dhe mos u merr me... Tani, ç'a bëjnë to realisht? Dublojnë njëri tjetrin? Policia bashkiake dhe policia e shtetit? Nuk është dublojnë, se kanë përgjegjësi të caktuara, po pikërisht për përgjegjësi të ndara pse duhet të kenë një komandë. Kjo është e gjitha gjëja. Policia bashkiake ka punët e vet, ketë komandën mua në faktikisht është bëthësi akuz, po më pëlqen shumë kjo. Ti ketë njëri të gjitha, vlla. A ti ketë një të gjitha? Ti esh edhe ushtarët e të gjitha, mos ketë fare, ketë vetëm një, vlla. Njerëz me armë, edhe që komandojnë vetëm nga një njëri. Kemi vendosur të shkojmë në Evropë. Paramilitar, të gjithë. Në Evropë kemi vendosur të shkojmë dhe kur themi se do shkojmë në Evropë, ka disa rregulla, disa parime, kemi nevojë për qeverisje me shumë autoritet.